Njerëzit në Shqipëri janë shkaku pse na ndodh ne kjo e keqe. Pra, nes nuk do themi ne na kishte fajin Rama pse u zhbë Shqipëria. Nuk do ta gjykoj njëri për Ramën, do ta gjykoj për veten. Do ta gjykoj se çfarë bëm ne, që një psikopat, me një idiot, me asnjë pushtet, që i vetmi pushtet që ka është gazi lotësiellës në moment. Ma beso këtë që po them. Vetëm gazi lotësiellës, polici që ka me nder fshin me nder e ropt. Nuk kanë as i vlerë rezistence për të mbrojtur Ramën. E vetmi armë që ka është gazi lotësiellës. Tani, një popull i tërë, të ngelin peng i njeriu vetëm për gazi lotësiellës tregon që problemi nuk është ke Rama, është ke populli. Pse është ke populli? Sepse Rama del mes rrugëve dhe nuk ka frikë se e vrasin. Ta them me sinqeritet që nuk ka frikë se e vrasin. Pse s'ka frikë Rama se e vrasin? Po ja ka blen menjen. E ka kuptuar që ky popull është i dorëzuar, është i kastruar. Është dorëzuar sepse është i neveritur nga klasa politike. Se kupton ky popull që neveria për klasën politike është arma kryesore e sistemit. Un kam neveri për klasën politike si Altin. Po kjo s'm ndalon mua që të luftoj. Ma kuptove logjikën. Domethënë njerëzit për shkak të neverisë kanë klasën politike janë dorëzuar. Dhe kjo është pushteti i Ramës me arrit objektivin e George Sorosit për ta zbrazur Shqipërinë që të bëjë këtu Izraelin e shoqërisë së hapur. Pra jo Izraelin e sionizmit, po Izraelin e tolerancës. Çdo më thënë, do na i blen tokat, jo ne, qeverisë, këtyre që po na grabisin. Ne s'do kemi toka. E shpjeguam të që këto po mbledhin për t'ia dorëzuar atyre. Do më thënë, troç muhabeti, Rama ja del jo sepse ai është i fortë. Thash, e vetmja gjë që kanë ngel armës janë bomburat me gaz. Nuk ka asnjë armë. Po them, mos kishte gazin lotësies. Këtu me garanci këtë për ta mbyllur. Jo, po të kishim ne 10.000 kontragaze sot. Ma dëgjoj më vëmendje. Po të kishim 10.000 kontragaze, e kishim ndjek dhe kryeministrin. Për kokë time ta them. Me ata police? Po mirë. Me ata police? Po mos mër burri dhe kush po i kollon. Nuk ka ndonjë tjetër për shkak që mund të mënyrë artizanale që mund ta zëvendësoj të maskën, le të themi. Çdo kush mund të gjejë një maskë. Unë nuk njoh njerëz që nuk është në gjendje të gjejë një maskë. Po puna është duhet gjejnë. Ke parasysh filmin V for Vendetta? Me atë me atë maskën. Si mbaron filmi? Gjithë kishin marrë ai maskë. Dhe u vund gjithë policisë. 100.000 njerëz. Çfarë do bëjë policia? Do vrisin 100.000 njerëz. Edhe shkuan dhe e fituan pushtetin. Apo jo, e rrëzuan diktaturën. Apo jo. Ai është mesazhi. Njerëzit po të vinë të bëhen gati, po të bëhen gjithë bashkë. Unë e kuptoj që aty kanë një rojë parkimi si Adriatic Lapaj. Kemi atë të mundësisë që bën ato fake protestat, ke parasysh pro drejtësisë që në fakt vetëm ky Sorosit promovon. Dhe vetëm me Sorosin punon. Kemi Arlind Qorin që është komunist tipik bolshevik. Kemi pastaj opozitën që është gjitha fake, komplet. Problemi është që këtu nuk është problemi i atyre. Problemi qëndron ke populli, nuk qëndron më tek klasa politike, është e neveritshme klasa politike. Këtu sekreti qëndron që ky popull e di forcën, por nuk do me e përdor. Pse nuk do me e përdor? Ta them dhe arsyeën pse do me e përdor. Sepse vetë populli është i korruptuar brenda shpirtit vet. Ata që kanë mbetur, ata që jemi këtu. Jo, dhe ata që janë jashtë. Pse jemi të korruptuar ne? Ne jemi të korruptuar sepse ato janë shit që në fillim, ata që kanë ikë jashtë, ne e tham atë. Jo, unë këtu. Sa ka qenë agenda jo. Ne jemi të gjithë, jemi si popull, jemi si jetën tu, por edhe duke jemi popull i korruptuar në shpirt. Ma leta është çoj deri në fund. Populli i korruptuar në shpirt do thotë, ky popull, s'do të kthejmë pak e tema. Sillin që ka me politikën, e ka gjithmonë pazar. Pra shitblerje. Voton një deputet për shembull, e them se voton një, sa i hap telefonin dhe do i zgjidhin ai punë. Kështu e mendon ai, kështu e fantazon. I menderi një asgjë s'do t'i bëj ai. Tjetër, kjo vazhdon edhe sot lidhja. Nuk e mendojnë dot, nuk mendojnë dot përtej natyrës tonë ordinere, private të olele byça ime. Dhe kjo është arma që ka përdorur Rama për ta sundu frikën tonë. Dhe frika jonë është nga policia. Unë po ta them sinqerisht. Unë besoj që gjëja më e lehtë është të merrosh Ramën. Mban mend kur u prishtrau i Kuksit? Po. Si merrej fryma Ramës? E mamenti atë. Ai që thoshte nuk i ngrihet, ke parasysh? Ai njeri dridhet gjithmonë kur ndodh. Mbaj mend me protestat e Klodian Rashës. U bë shumë keq ai. Për gjëra fare të vogla. Mendo ç'fuqi ka ky popull? Se heqim dot e perde ne që ta shohim të që po thuat. Po jam po them, po të ishim qimi shqiptar. Dhe shkoshim te kryeministria me hunj. Tithë gaz do të sjellës. Me gjithë më ishim ka shishe benzin, po ta them sinqerisht. Është shumë e thjeshtë, është shumë e thjeshtë. E diti si do ikte Rama me helikopter nga Shqipëria, jo nga Tirana, jo nga kryeministria, jo në Surrel. Do na vinë ai policë deri nga protestat, do na vi këtu. Kur dojmë këto live që kur dojmë, po kur dojmë gati jam unë. Unë si avokat me këta fshi me nderet, unë kam fshi kaq vjet me këta, më sa më kanë arrestu. Më fali sekond, po ti e mbamë që më kanë arrestuar 20 herë. Dinaj gjyqti të bërë ndaj me.
Unë e urxoj procedimet e tyre kështu. E di se e urxoj, më surrat për 24 orë. Shko interesohu për mua në prokurori, sa herë më kanë çuar mua procedim penal. S'm ka çuar dot herë në gjykat, një herë. Sepse aftësia ime si avokat është arma ime kryesore për t'i rrotulluar ata. Po ta lëm Altinin, ta lëm aftësinë e avokatit, po merrem me çështje e madhe. Rama nuk ka frikë të vrasë Shqipërinë, zhduk Shqipërinë nga faqa e dheut, sepse ka kuptuar që ky vend mund ta bëjë gjë të tillë me këta njerëz që ka ky vend. Sepse tu s'ka pikën e patriotizmit më shpirt. Këtu ka patriotizëm nga ato, Shqipëria, stadiumi, Albania, Greku, Serbi. Ka që është patriotizmi jonë. Është patriotizëm fake, është mashtrues, është gënjeshtër. Këtu s'ka shpirt patriotik, se kur kishte patriot merrshin pushkën e luftojshin. Vetëm të kthehesh pak para 70 vjetësh. Para 70 vjetësh, pavarësisht mund ndan formacionet, ca me ballin, ca me legalitetin, ca me partizan, ca me gjermanë, ca me italian, merrshin gjithë pushka apo. Po ti e di kur merr pushkën, kur del nga shtëpia dhe mos kthehesh apo. Më fal, sa veta e morën pushkën? Mira, 10 mijë. Apo. Kishte burra pra. Ka pyethë më fal për shprehjen, kush marri pushtu me luftu. Fare, vetëm për drog, vetëm për të vrarë me vllajën, për komshiun. Ky vend është i kastruar, është i tredhur. Ktu s'ka burra me bo like Facebook. Ti më thua mua. Domethënë, ky është një vend që secili thot, po jo se po të bin shumë sy, do më shohin ata. Prandaj, s'do që të kur dalin protestë me opozitën. Ja, këtu më jo, sinqerisht, kur dalin protestë, shoh sa njerëz që s'kan frikë. Edhe unë ndihem më mirë me ata. Ishe aty në protestë ka realisht njerëz që nuk kanë frikë. Sa dush vëlla. Që nuk kanë lidhje edhe me që kanë lidhje me PD-n, që duan Sali Berishën, që urren Sali Berishën, aty në protestë mos u habit. Pas kanë një smunje tjetër. Jo, s'po më kupton, nuk po më kupton. Unë më kollaj ndihem me ata që kanë trimëri me u përballë me qeverinë, e s'ma ndjen fare se janë me Berishën apo janë kundër Berishës. Se ka dhe plot që janë kundër Berishës aty në protestë. Ta them me sinqeritet. Problemi qëndron që unë ndihem më mirë kur ka njerëz që janë gati dalin rrugë kundër qeverisë. Sesa me njerëz që nuk dalin kundër qeverisë. Ta them me sinqeritet. Se dakord nuk dalin me Sali Berishën, po i kena thirrë 100 herë. Kur kanë ardhur? Un kam vetëm një grup trimash që dalim gjithmonë, po ne sa jemi? Jemi me numra kështu. Ke parasysh 50 veta, 60 veta. Ja maksimum 100 veta. Përballë 1300, 1400 punojësve policisë aty është. Po ç'po them pra, problemi qëndron që këtu Berisha është alibi. Pse është alibi? S'dal se është Berisha. Mos dilë se është Berisha. Hajde dalim bashkë. Problemi nuk qëndron ke Sali Berisha. Po. As ke Edi Rama. Qëndron tek shqiptarët. Bravo, te kjo kam edhe pyetjen, si ka ndikuar pra kjo fryma e protestës që është bërë vazhdueshme tani, kjo që po thua ti, si ka ndikuar në politik bërje dhe në perceptimin e popullit? Njerëzit kanë ardhur duke ushtuar apo duke larguar? Si është ti këtë? Si ti pak unë të identifikoj si njeriu, jo vetëm këtë, se edhe kjo që bëjmë ne këtu i formë proteste. Për herë më pak. Për herë më pak. Për herë më pak, për herë më pak, për herë më pak, çdo gjë për herë më pak. Edhe këtë tregon më së miri Carlo Bolino me atë. Edhe nuk është puna ke Carlo Bolino apo ke numri i protestuesve që vinë ke Berisha. Nuk është as tek popullimi. Ka të bëjë me faktin që secili po mendon në këtë katastrofë si do shpëtoj interesat e veta të vogla. Dhe asnjë se kupton që interesat e veta të vogla janë të pluhur. Nuk kanë asnjë vlerë. Dhe ju kujtoj të gjithë atyre si avokat po ja kujtoj që kanë letrat e shtëpisë vet, pronës vet, tokës vet. Të marrin ato letra të çojnë në banjo. 113. Ti çojnë ke banjo, se janë shumë të mira për të fshirë me nder atë.